Generali Amerikan Christopher Cavoli, një nga figurat më të larta ushtarake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe komandant suprem i forcave aleate në Evropë, ka raportuar para Senatit Amerikan për gjendjen e sigurisë në rajonet ku janë dislokuar forcat amerikane, përfshirë edhe Ballkanin Perëndimor. Në fjalimin e tij, Cavoli përmendi Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën si dy vende që vazhdojnë të përballen me sfida të sigurisë dhe stabilitetit. Ai theksoi praninë aktuale të trupave të KFOR-it në Kosovë, duke nënvizuar se nga gjithsej rreth 4300 trupa të dislokuara, rreth 600 janë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. KFOR-i mbetet në terren dhe situata në Kosovë mbikëqyret nga afër. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kontribuojnë në më pak se 600 ushtar, ndërsa një pjesë tjetër e madhe e barrës mbahet nga aleatët si Italia, Turqia, Mbretëria e Bashkuar dhe Hungaria, ka thënë generali amerikan. Ai gjithashtu vlerësoi reagimin e shpejtë të Francës ndaj tensioneve në Bosnjë dhe Hercegovinë, duke përmendur vendosjen e aeroplan mbrojtësve dhe 2 batalioneve parashutistë në verën e kaluar si pjesë e një demonstrimi force në rajon. Sipas Cavolit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur forcë rezervë në Kosovë për të përballur tensionet e rritura gjatë vitit të fundit dhe tashmë janë në proces të zgjerimit të pranisë së përhershme të trupave për të lehtësuar ngarkesën mbi rezervistët. Ne po zgjerojmë numrin e forcave të përhershme në Kosovë për të lehtësuar barrën që e mbajnë aleatët në forcë rezervë dhe besoj se do arrijmë marrëveshje për këtë shumë shpejt dhe do të kemi ato resurse. Komandanti amerikan po ashtu theksoi bashkëpunimin e ngushtë me Bashkimin Evropian për misionin e Bashkimit Evropian në Bosnjë, duke theksuar rolin e rëndësishëm të bashkëpunimit ndërkombëtar në ruajtjen e stabilitetit në rajon.